Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin e Mesut Shabani. Do ndalemi në një temë e cila sapo që duket se është e haruar, duhet të ndodhë diçka dhe na rikthen prapa. Këtë që do e themi, nuk besoj se e din shumica e qytetarëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse nuk është taze, është e kahmoqme, mirë po është haruar. Por do kisha një porosi, dy kryetarëve të dy komunave, një në Tetov, Bilat Kasami dhe një në Çajër, Shkup, Izet Mexhit, tua përkujtoj. Izeti Agajzet e ka të njohur të ndodhi, por as në mandatin e parë, as në mandatin e dytë, as në mandatin e tretë nuk zgjidhi. Besoj se tash në mandatin e katër diçka do funksionoj. Bilal Kasami në mandatin e parë nuk pat kohë, në mandatin e dytë inshallah gjen kohë, dhe jo për ne qytetarët, por për antarët e vet, ata të cilët u shkojnë pas të gjejnë ndonjë vend pune. Pra, mos u kallzoni Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti. Vetëm në një komunë në Shkup, në Karposh, 9 kuzhina shkollore. Asnjë në komunat shqiptare. Pra, duhet bëhet dallim e çerdheve dhe kuzhinave të shkollave fillore. Pra, 9 kuzhina shkollore vetëm në Karposh. Asnjë në komunat shqiptare. Kjo pabarazi është ndërtuar me vite. Komunat shqiptare në Maqedoninë Perëndimore, pa marrë parasysh se Ministria e Mashit udhëhiqnin për 20 vite tepër, gati nga partitë koalicioniste me vëmëron, Hermeles dhe Mën, nga bloku shqiptar, BDI. Asnjë kuzhinë shkollore nuk arritën të hapin. Plus do e lëm diskriminimin e Mashit. Por në Tetov, asnjë kryetar komune nuk e pa të udhës të hapte një E1. Bilal Kasami vazhdon mandatin e dytë. Dhe kur gjë, HPRH, mos flasim për Agën Izet Mexhitin, mandatin e katërt. Nuk ju drejtua dhe nuk ju kujtua të paktën që t'i kërkoj barazpesh me komunat tjera të qytetit të Shkupit Mashit. Të mos kishte ra rasti që ekipet inspektuese nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë me datë 27 muaj 11 viti 2025 kanë kryer kontrollet e jashtëzakonshme inspektuese në kuzhinat e 9 shkollave fillore në komunën e Karposhit, të cilat drejtohen nga njëti operator ushqimor, që zotron edhe dyqanin qendror që ndodhet në shkollën fillore Dimo Haxhi Dimov në Shkup, dhe nga ku blihen lëndet e para për përgatitjen e ushqimit. Pra, në shkollat fillore të Karposhit funksionojnë 9 kuzhina shkollore. Aty fëmijët marrin ushqim të gatuar, të kontrolluar dhe të subvencionuar. Ndërkohë, miqtë mi në Çajër, Tetov, Gostivar, Kërçov, Strug dhe gjithë rajonin perëndimor të Maqedonisë së Veriore, kujtojnë shqiptarët asnjë kuzhinë, zero investime, zero shërbime. Kjo nuk është rastësi, as pengesë teknike. Kjo është një pabarazi e mirëfillt shtetërore, e krijuar nga kombinimi i 3 faktorëve. Pra, nëpër shkolla, Mashi bën financim selektiv. Komunat maqedonase marrin për vite investime në infrastrukturë shkollore, ndërsa komunat shqiptare lihen me projekte bazike. Premtime boshe nga qeveritë. Ushqim shkollor, përmendet në fushata, përzbatohet vetëm aty ku ka presion politik ose ku komuna ka buxhet. Neglizhencë e liderëve shqiptar, të përqendruar te emrimet jo te standardet e fëmijëve. Ndërsa agjencioni që bëri kontrollin dhe i kontrolloi kuzhinat e Karposhtit, pas dyshimeve për probleme higjienike në shkollat shqiptare s'ka as çfarë të kontrollohet, sepse kuzhina nuk ekziston. Fëmijët shqiptarë kalojnë ditën me bukën e sjell nga shtëpia apo nga lokalet përreth shkollave, të cilat bëjnë dashuri me drejtorët e shkollave, qofshin fillore apo të mesme. Pa standarde, pa shërbime, pa minimumin e barazisë. Rezultati është brutal. Fëmijët maqedonas han ushqim të përgatitur në shkollë, fëmijët shqiptar han ushqim gjithandej, pa asnjë mbështetje nga shteti. Për një vend që pretendon integrim evropian, kjo është turp, dhe është një fotografi e qartë se ku zgjedh të investojë shteti dhe ku zgjedh të mos investojë. Unë isha Mesut Shabani, jam Mesut Shabani dhe do të mbetem Mesut Shabani. Ishit në podcastin Mesut Shabani.